Që Djel në këngët të shekullit do të sjellë muzikën e mirë dhe nostalgjinë e viteve 70 me artistë që kanë zhvilluar karrierën ato vite dhe me zëra të rinj që padyshim janë rritur me ato hite. Një ansambël muzikor që bashkon Shqipërinë dhe kujton zërat fantastik të një brezi që vazhdoi traditën e muzikës që edhe sot ka lënë shenjë. Do të ketë disa nga emrat e lavdis, ja dhe Dona që ka ardhur nga Kosova, që vazhdimisht është prezente në projektet tona. Do të këndoj disa nga këngët e bukura të viteve 70 nga ato që ka kënduar Nexhmie Pagarusha. Do të performoj këngët e viteve tona, vite 70. Kjo është puna më e vyme që bëhet. Të kthehesh në kohë edhe të shihet ai art që kemi demonstruar ne. Ja, kjo është knaqësi shumë. Jam shumë e lumtur që kthehem prapë në këtë spektakël me këta njerëz që më japin energji shumë pozitive, do të thonë lumturohem jashtëmase. Kjo mbrëmje muzikore është dhe një takim brezash në skenën e madhe të këngëve të shekullit. Është ndjesi shumë e bukur të kthehesh në ato vite. Përjetimi normalisht nuk është i njëjtë, përjetimi është ndryshe sepse unë nuk është se kam jetuar ose ti kem përjetuar qoftë edhe afro atyre viteve, po mendoj që do sjell një version timin të këngës. Sot do të performoj Adresa të 1971 të Francesc Radit. Është edhe kënga e një nga këngëtarëve të mi shqiptar më të preferuar, të cilët kanë lënë një gjurmë fantastike të përjetshme në historinë e muzikës shqiptare. Kemi sjell një frymë moderne te këto këngë, stilit rock, por që kemi arritur t'i përshtasim më së miri. Sonte në orën 21 në ekranin e televizionit Klan do t'jetë një natë emocionesh, surprizash dhe një mbrëmje ku gjua e bukur, ajo e muzikës do të flasë.